Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar ka zhvilluar të mërkurën në Tiranë asamblenë e 31 zgjedhore. Antarët e Komitetit Olimpik u mblodhën për të mandatuar drejtuesit e rinj. Fidel Ylli u konfirmua presidenti i Kokshit edhe për 4 vitet e ardhshme. Gjithashtu u konfirmua si zëvendës presidente Lind Plumbi, ndërsa u zgjodh edhe Komiteti Ekzekutiv. Ikona e atletikës Pavlina Evro është zgjedhur për herë të parë antare e këtij komiteti me 55 vota nga 64 të mundshme. Pjesa tjetër e Komitetit Ekzekutiv do të përbëhet nga Julinda Dhame, Izmir Smajlaj, Leonard Lulaj, Alfred Tahiraj, Enkelejda Çaushi, Florent Kalivopulli, Krenard Dila dhe Indrit Çullhaj. Teksa ky i fundit u miratua me votim të hapur i propozuar nga Komisioni i Sportistëve. Në asamblenë e 31 zgjedhore të Kokshit morën pjesë 46 federata olimpike dhe jo olimpike nga 50 gjithsej. Ashtu sikurse ishte njoftuar, mungonte përfaqësia e Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilës ishin bashkuar në mosprezencë edhe ajo e sportit universitar, sportit shkollor dhe dancit sportiv. Gjatë asamblesë, presidenti Fidel Ylli foli dhe për arritjet e Kokshit. Gjatë asamblesë u shfaq gjithashtu edhe një videoklip i gjatë me arritjet sportive në 4 vjeçarin e kaluar nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar.